Dhe pasi që miratu kjo gjykat, pas gjithë atyre hetimeve që në bënë dhe nuk ka dole asgjë prej asaj pune, kjo gjykat është dashur që të mbyllët në atë moment. Dhe jo sot bashkëluftarët tonë të merren se kush kujne e paska marrë një veç, kush kujne e paska dhonë një shuplak gjatë luftës. Prandaj, konsiderojmë se kjo gjykat është ma tepër gjykat politike, qëllimi ka qenë që të eliminohen politikisht krerët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe të njolloset ushtria qlirimtare e Kosovës. Ushtria qlirimtare e Kosovës ka zhvilluar luftë të drejtë qlirimtare dhe konsideroj që kjo gjykat nuk ka çfarë vendimit merr përpos vendimit lirues, kurdo që e merr ato, edhe pse po him në vitin e 6 të tërzgjatjes së këtij procesi të pakuptimit. Sopi, për fund, sot pati disa aktivitete për ta përkujtuar ditën e çlirimit Prishtinës, nesër është dita e paqes, ashtu quhet për gjithë Kosovën. A jeni të kënaqur me organizimin institucional sa i përket këtyre ditëve, që të shënohet, përkujtohet edhe për gjeneratat e reja, edhe për gjithë qytetarët e Kosovës? Po normal ka pas aktivitete, unë kam qenë pjesë e këtyre aktiviteteve që nga mëngjesi, mirë po e thata a jeni të kënaqur, unë mendoj se jo, nuk është bërë mjaftueshëm, nuk bëhet mjaftueshëm, që gjeneratave të reja të përcillet, ajo se liria nuk është dhuruar, për është fituar me gjak. Sakrifica është fituar me përkrahje ndërkombëtare, me ndihmën e miqve tonë amerikan, britanik, evropian, dhe me intervenimin e forcës më të madhe ushtarake në botë NATO-s, për herë të parë domethënë hynë në luftë, në luftën e Kosovës. Ne, ushtria qlirimtare e Kosovës, jemi krenar që arritëm që për aleat lufte të kemi NATO-n. Dhe po të kishte bërë krime, po të ishte ushtria qlirimtare e Kosovës kriminele, terroriste, ajo në asnjë formë, në asnjë mënyrë nuk do të përkrahen nga NATO, nuk do të përkrahen nga Amerika, dhe kam frikë se nëse gjyqi ndërkombëtar, ky gjykat, dhumat e specializuara, marrin vendim dënimi për krerët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, se thuhet që nuk po gjykohet UÇK-ja. Bashkë UÇK-ja po gjykohet. Sepse kur ti i gjykon krerët e ushtrisë qlirimtare, atëherë kush është UÇK-ja? Pra, në gjykat është, në gjyq është UÇK-ja, UÇK-ja nuk do të dënohet kurrë, sepse atëherë dënohet gjithë bota demokratike, dënohet NATO, dënohet Amerika, dënohet edhe Mbretëria e Bashkuar. Nuk do të ishte çudi masanej që Serbia të ngrit një akt akuzë kundër NATO-s, kundër Amerikës, kundër Britanisë e shteteve tjera që kanë intervenu për ndaljen e gjenocidit në Kosovë. Komandant Sopi, faleminderit shumë që ishit në Kompas sonte. Me nderë qofshi, ishte kënaqësi. Nëse është dekoruar kryeqyteti si simbolik për ditën e paqes që shënohet nesër, e kuptojmë prej materialit të gazetarës Ardiana Jashari.